Gjoni kapitulli 14, vargu 6. Jezusi i tha, unë jam udha, ose rruga, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Kështu tha Jezusi. Jo vetëm i tha që unë të tregoj rrugën. Jo vetëm që unë të tregoj të vërtetën. Jo vetëm që të shikoj se si mund ta bëj jetën tënde më të mirë. Jo. Unë jam rruga, unë jam e vërteta dhe unë jam jeta. Nuk ka lider që mund të thot këtë. Nuk ka. Ata që kanë qenë, ata që janë, apo kush do të vi. Ka që mund të ndihmojnë pak, të tregojnë një faj rrugë. Ka lidera që mund të tregojnë diçka të vërtet. Ka lidera që mund ta përmirësojnë pak jetën, po asnjë nuk mund të bëj çfarë bën Jezusi. Ai thot, unë jam rruga, unë jam e vërteta, unë jam jeta. Miq të dashur, nëse këto tre gjëra kanë rëndësi në jetën tuaj, juve mund t'i gjeni vetëm tek Jezu Krishti, në asnjë tjetër. Ai është udha, e vërteta dhe jeta. Qofshi të bekuar gjithmonë.